Sigurisht që të gjithë këto persona që janë të përfshirë, pavarësisht se lista e gjatë e njerëzve të përmendur në dosje Epstein, jo domosdoshmërisht do thotë që këto persona kanë bërë diçka gabim ose kanë kryer një krim. Sigurisht që do nevojiten hetime të zgjeruara dhe ndoshta vite për të kuptuar thellësinë dhe përmasat e këtij fenomeni. Çfarë mund t'i bashkojë të gjithë ta, qofse radhisin një listë me emra, janë persona të cilët kanë lloje të ndryshme të pushtetit, pra në politik, financiar, social apo kulturor, dhe në teori pushteti jo domosdoshmërisht shpall apo shfaq malignitetin apo problematikën e një personi, por personat të cilët kanë probleme përpara se të kenë marrë pushtetin e tyre, në momentin që janë në pushtet, të çfarë do lloj pushteti, tentojnë ta shfaqin hapur dhe ta thellojnë këtë problematikë në mënyrën se si ndërtojnë marrëdhëniet e tyre dhe se si abuzojnë me pushtetin që kanë.